Selamu alaikum, jemi në podcastin, jemi live. Lajmëruam 40 minuta, jemi 48, 2 minuta më parë, jemi fiks në kohën që dhe kam mbaru tani. Dhe ka mbaru koha, kështu që jemi prap me historinë Për ta mbyllë sot. Për ta mbyllë, shpresojmë me historinë e Yusufit se shqyrë Zotit, domethënë e patëm pas ide me mbyll me 3, po edhe vëllezërit edhe motrat thoshin që 3 ose 4. Po, ishte fakt, dhe faktikisht ja gjitha histori e bukur me 3 nuk ishte pak e vështirë të mbyllej. Kemi ndalu ke takimi i Jusufit me vllajën e vet. Po. Është pikërisht ajeti i Kuranit 69 surës Jusuf thotë kur dolën para Jusufit, ky afroi vëllain e vet Benjaminin dhe i tha: "Unë në fakt jam vëllai yt dhe mos u dhëro për atë që na bën vëllezërit tanë." Tham që i ulin ndryjes 2 nga 2 dhe vetë ul me Benjaminin. Po. Jusufi alayhis salam dhe atë natë i ka mbajtur për miq. Pra i përgatiti dhe vende ku të flenin. Dhe qëllimi kush ishte? Qëllimi ishte të pyeste vllain e vet në çfarë gjendje është babai një Jakubi alayhis salam. Dhe e dyta është çfarë bëjnë vëllezërit? A janë përmirësuar? A janë penduar? A e përmendin Jusufin? Pra anë përmendin mua? Si janë sjell me ty Benjamin? Dhe fatkeqësisht, rezultoi që këto nuk ishin pendu. Këto nuk ja kishin tregu babës që nuk ka vdek Jusufi. Me babën shkojshin mirë, por nuk ja kishin tregu një të vërtetë që ai e bezmatonte. Me Benjaminin u sillnin pak a shumë si me Jusufi. Dhe nuk kishin futur në rrugë të mbarë. Atëherë Jusufi alayhis salam, duke qenë i tha dhe gjë tjetër Benjamini, i tha i ngja vetja se janë të zgjuar. Pra domethënë, gjithë ato lojëra që kanë bërë, kur bisedojnë me njëri tjetrin, i ngja vetja se janë të zgjuar. Pra që ja hedhin njerëzve. Atëherë i tha Jusufi alayhis salam, siç e kemi thënë ne vëllezër dhe motra, muslimani dhe muslimania do të jenë zgjuar. Dhe atëherë i tha Jusufi alayhis salam, nëse ato i kanë bërë këto lojra, edhe ne do t'ja kthejmë në të njëjtën mënyrë. Dhe çfarë bëri? Gjëja parë, ja përgatiti ushqimin, që vinin e blenin të gjithë, dhe këtë radhë ja mori lekët. Si mësim. Pra ja kishte bë sadakan, ja kishte kthy lekët mbrapsht, ishte gjë e madhe atëherë, dhe ato asnjë lloj falënderimi. Asnjë lloj, do të thënë shpesh neve na ndodh që dikujt për shkak i bën një të mirë në jetë dhe e qusi me rit veten, ndërkohë që sigur ta ka për borxh, ai që ta ka bërë të mirë. Dhe këto nuk kishin reflektuar në këtë aspekt. Dhe Jusufi alayhis salam, po çfarë ndodhi gjë atëherë, ushtonte çmimin çdo vit, se u bënte më vështirë. Pra ato paguan edhe për herën e parë, se ishte shtuar çmimi në atë kohë. E dyta i tha Benjamin: Zoti më ka informuar dhe më ka mësuar që ti do të qëndrosh me mua. Po forma si do të qëndrosh do ta bëjmë në këtë formë. Çfarë ndodhi? Kur ja përgatiti thasët me ushqim, që ato i mershin me deve dhe u ktheshin vendin e tyre, në fshatin e tyre, tha, ke thesi jo, do të vendosim, mendohet, Sua al-Melik që përmendën në Kur'an është ajo që mban mreti, apo ajo që mban sundimtari si kuror e artë. Që e mbante dhe Jusufi alayhis salam. E mbante çdo drejtues i madh. Dhe do ta vendosi, tha, në thesin tënd. Dhe kur ju të niseni, unë do vi me policinë e me ushtrin, dhe ne do themi që ka humbur kurora e mbretit. Pra, e ktheu Jusufi tani për t'i dhënë mësim vëllezërve të vet, me zgjuarsi, me një qëllim. Siç e kishte baba Jakubi alayhis salam që nuk donte me I humbë këto fëmijë, edhe Jusufi si pejgamber se ishte njësoj, donte që vëllezërit e vet mos t'i humbte, tu ktheheshin ashtu siç duhet në besim, siç e kishte edhe pejgamberi për Mekën, për Medinën e për gjithë botën. Është e njëjta linjë. Dhe mbasi thot Zoti, felemma jahazahum bi jahazihim, mbasi ja përgatiti ushqimet, dhe pastaj ato hikën, thot shkoj, dhe e kemi thënë ke emisioni i cili Ibn Sirini komentoi ëndrrat. Po, te dy ezanet, njëri që fale rregullisht ishte që do shkonte në Qabe, kurse tjetri kishte vjedhur. Dhe çai thonë, fa edhe ne muadhinun ayuhal iru inakum lasariqun. Shkon Jusufi vet, i kap rrugës,
edhe i thot ndaloni sepse dikush për ju ka vjedhur. Dhe ato çuditën se në fakt jo për të vjedhur, po ato ishin shumë porulur nga halli që i kishte zënë. Dhe i kthejnë thot, "Madha tafkhidun, çfarë keni humbur? Pse na akuzoni? Ju e dini që ne s'kemi ardhur, ne s'kemi as fuqi, pas nuk kemi ardhur me këtë qëllim." Dhe Jusufi alayhis salam i thot, duke qenë se shive plani ishte shumë i ndërthurur mirë. A kishin shku këto në pallatin mbretëror? A kishin flet një natë? Pra ishte tamam për t'u akuzuar që mund ta keni marrë ju se ju ishit aty, njerëzit e tjerë s'kan pas akses. Pra ishte çdo gjë ndërlidhur në logjik dhe unë mundohem ta shpjegoj që të kuptohet se Kurani është shumë koncis. Dhe ato i thanë që ne nuk kemi këtë niyet, as nuk jemi nga shkatrimtarët. Dhe Jusufi alayhis salam për mos më ram se ishi sa bukur është përshkruajtur në Kur'an, çfarë i tha? Nëse dikush nga ju e ka marrë dhe na i jep pa kontrolluar, ne do t'i japim dhe i thasmë ushqim tjetër që ta marrin në shtëpinë e vet. Pra ushqimi ishte çdo gjë, dhe leku s'kishte më vlerë se po s'pati ushqimin që është bazë për jetën, atëherë lekët s'kan vlerë. Dhe Jusufi testoi, po në fakt ato s'kishin marrë gjë. Për ta bëllë më të besueshme. Për ta bësh shumë të besueshme. Dhe ato thanë, "Jo, do ta kishim kënaqësi të merrshim ushqim, po s'mund marrim ushqim për një gjë që ne s'e kemi bërë." Dhe atëherë Jusufi dha urdhër, kontrollojeni. Dhe e filloi thot nga vllai i madh për ta mbyllë ke vllai i vogël, se e ke parasysh kur fillon direkt te vllai i vogël, thot po këto e pas kanë ditur. Dhe Kurani e potencon këtë, ëh. Dhe e fillojnë ke vllai i madh derisa shkojnë ke Benjamini. Kur shkojnë ke Benjamini ndodhi ajo që e pa besueshme. Thuhet valla që pejgamberët mund të bëjnë, fëmijët e pejgamberëve mund të bëjnë shumë gjëra, po për të vjedhur nuk vjedhin. Dhe ndodhi gjë që nuk u besonte. Pra, si logjik. Por që Jusufi alayhis salam e kishte bëu aq bukur sa ndodhi me gjithmonë. Dhe kur e hapën thesin e Benjaminit të ushqimit, dritarave që merrshin, e gjetën aty kurorën e mbretit. Dhe Jusufi alayhis salam, që mos të shpërndajmë në detaje, e nxjerrin thot nga vllai i vogël. Ç'a ndodh tani? Jusufi alayhis salam në gjithë të skena që ndodhin i vinte keq. E bënte vetëm për dy gjëra, se Zoti i kishte urdhëruar, sepse Jakubi alayhis salam ishte duke çdo ditë, kemi foli herë për pejgamberin alayhis salam se duhet kuptu Islamin, Allah, se pastaj po e kthym në dogëm s'kuptojmë asgjë. Po jo vetë që s'kuptojmë asgjë, po bëjmë qesharak dhe për tjerët. Tani, ti thu pse Jusufi shkonte brenda ditës me taku babën e vet tjerë. Mirë këto që s'poja tregonin, sepse tha mirë për pejgamberin ton, çdo ditë që kalon në sipërfaqen e tokës, çdo vepër të mirë që bëjnë muslimanët i shkon shpërblimi dhe atij. Imagjino sa i gëzuar është ai atje ku e ka shpirtin për çdo ditë që lind dielli dhe për çdo ditë që perëndon. Jakubi alayhis salam, ky pejgamber i madh që Zoti rralli ka ndaj Ibrahimin, Ishakun dhe Jakubin kur i ka përmend Kur'an, shumë i ka përmend në librat e tjerë si Teurati, Ungjilli dhe Zeburi, çdo ditë me këtë sprovë që kalonte atje, gradat atij shkonin shumë të mëdha tek Zoti i gjithësisë. Zoti i madh donte ta sprovonte dhe më shumë për të ngrit gradat më shumë, se kështu kanë qenë pejgamberët. Dhe nuk ja i vinte keq kur i testonte, se imagjino tani ato çkretet kishin ardhur për të marrë pak ushqim për tik, dakord? Babës i kishin dhënë fjalën që ne edhe jetën e japim Benjaminin do ta kthejmë, se Jusufin s'ta kthyem dot. Tani imagjino sa halle. Imagjino që tani po i shtonte i hall shumë i madh dhe u ktheshin ke baba, siç nuk u kthyn dot me Jusufin, zot u ktheshin tani me Benjaminin. Po situata ishte bërë ndërlikuar se me Jusufin ato dishin me bë me mashtrim, këto i kishin me drejt, po nga gabimi që kishin bos ju besote as kjo. Karma. Më kupton? Dhe jo karma valla. Po ligji i kësaj duket si të madh gjithsesi. Ja se është kjo karma, po kjo është kur do me mohu Zotin. Ja po të themi gjë vllai. Shkencëtarët më të mëdhenj të botës vendosin në probabilitet. A mundet jeta të jetë krijuar rastisht? Dakor? Dhe ka dalë 10 në fuqi 4000. Pra, që ta thjeshtojmë pak. 10 fuqi 4000 dish do thot, është një nish me 4000 zero. Një herë në një nish me 4000 zero, kaq është probabiliteti 1 është jetë krijuar rastisht, kurse 1 që është numër që nuk e
përfshin gjithësia, 1 me 4.000 zero, është i krijues që e ka kriju jetën. 4.000 zero i bie. Ato që duan ta mohojnë të madhin Zot merren me 1-shin, dhe kur fillon 1 me 0, po pati 3 është 1.000. Dakor? Po pati 4 është 10.000, po pati 5 është 100.000, po pati 6 është 1 milion, po pati 7 1 miliardë, 1 triliardë sa dush. Imagjino 1 me 4.000 zero. Probabiliteti që tjetë rastisht është 1 me 4.000 zero është që e ka kriju dikush, kurse 1 është që nuk ndodh. Është si dalësh në balkon edhe të thush që do e ngrej kokën në probabilitet që mos po mbjen një thas me para. Dhe fillon 1, fillon 1 milion, fillon 2 miliard, fillon 5 miliard, asnjëherë s'bjen vëlla. Ti vetëm ngre kokën si i çuditshëm. Pra të bësh bigjoz, kjo është bigjoz, imagjino të shkosh të lush bigjoz si të shkojnë dhe është vendos ajo për shembull 80 me 20 thojnë në vend, nga herë 70 me 30, nga herë tepër 90 dhe prap njeriu thotë s'ka shumë shpresë, shumica të herëve hum. Kjo është 1 me 4.000 zero, një herë në 1 me 4.000 është e tmerrshme. Dhe njeriu po ka ajo shkon. Zoti na fal. Probabilitet shkencor, nuk po flasim, pra jeta s'mund vi kurrë rastisht. Numri më i madh në univers që i kalon atomet, a di çfarë është një numër 1 me 4.000 zero? Infinit. Infinit, por ka i gjë, thonë që kur ka fillu Big Bangu para 13 miliard vjetësh. Dhe deri sot që po flasim ne dy në podcaste, po na dëgjojnë vëllezër e motra të nderuara. Mashallah, 1400 ke Po ti ndash në sekonda, është më pak numri në sekonda para 13 miliard vjetësh kur është kriju universi, se sa ky numër që po flasim ne. Aq e qartë është çështja besimit. Nuk mund bëhet kurrë jeta rastisht, shkencëtarët më të mëdhenj thënë këtë. Po prap kur njeriu don që mos me besu, do ta gjejë argument. Po jo thojmë mund të ketë shumë universe dhe vetëm këtu është kriju jeta. Pra, hajtë jam veshim universeve të tjera. Ore do ta gjej një rrugë që s'do më besu. Po, ndajnë me qytetrimi A, B. Atëherë, ju ngushtu situata. Dhe i than, o Azizul Misr, o ti i madhi i Egjiptit, a ka mundësi që në vend vllajt ton, Benjaminit, se babai e pretat edhe është mosh, a ka mundësi të marrësh një nga ne, s'ka problem. I thot Jusufi a.s. vazhdon po prap pjesa që po flasim vëlla, i thot se i thajnë ato merr një nga ne, na e let t'ja çojmë babës se jemi në biciklet. Pak para kësaj, po ka një pjesë zgjuarësisë, thot, nëse neve e gjejmë, thot, që ju gënjeni, cili është dënimi? Pse thot të përshun, cili është dënimi? Po, në fakt vazhdova, sepse e shoh që është ideja që në ligjin e Egjiptit... Dhe kjo është, dhe këtu ka një urtësi shumë të madhe për marrjet e Benjaminit. Unë po kap vetëm ato që janë... Ideja ishte kjo, që ligji i Egjiptit ishte që duhet të burgoste ai që vjedhte. Ligji i Jakubit a.s. Islami ishte që kur vjedhshe diku bëshe robi atij që vjedhshe. Dhe Jusufi donte me marr Benjamin për vete, jo me çumburg. Dhe i pyeti, nëse e gjem diku nga ju, me çfarë ligji e gjykojmë? Thanë ato, me ligjin ton, ne kështu e kemi. Ai që vjedh dikën bëhet robi atij dhe shkoi direkt tek Jusufi. Pra, Jusufi i vodhi kurorën, robi atij ishte. Kjo është urtësia. E dyta që bëni gabim të madh. Ju ngushtu, por nuk i ishte hap zemra akoma. Kur i doli që e panë që Benjamini e ka vjedhur për mendimin e atyre, kurorën e mbretit i thanë, me njëri tjetrin, po çfarë bëni gabim? Jusufi e dinte gjuhën e nënës vet. Ato nuk e dishin që Jusufi e kupton, dhe e di çfarë thanë një gjë të rëndë. Thanë, qofse Benjamini sot po del që ka vjedhur kurorën, edhe vllai vet Jusufi kështu ka qenë hajdut më duket. Në sy, po nuk e kuptuan që ai e dinte se ishte Jusufi. Allah. Dhe thot Zoti, është me ajet Kurani, thot Zoti, deshe tregoj Jusufi aq shumë u mërzit, po pejgamberët kanë qenë shumë të matë. Dhe është tërheq direkt. Dhe nuk ja ka shpalos. Imagjino me të thonë dhe ai dut më kur i ketë gjitha në dorë, prap nuk e ka shpalos dhe i kalon. Vetëm i tha që ju nuk mundem dot, me atë edukatën klasike të tij, s'mundem dot që të marr një nga ju edhe të lejë Benjaminin. Pa shihet zgjuarësia se filloi ky duke i tregu atyre që si jeni vetëm ju të zgjut. Po ideja është na ka mësuar Zoti me qenë të mirë. Tha, mund të bëhet kjo pa drejtësi? Ky e ka bërë mëkatin, ta mbart ju që jeni të ndershëm? Jo, absolutisht. Edhe e kaloi. Tani çfarë ndodhi? Pastaj këtu fillon historia. Këto në çastin që probleme me ekonominë kishin. Këto lekët që blen ushimin ishin lekët e fundit që kishin. E dyta ishte që tani vllai vet i ngeli në Egjipt nuk e morën dot. Babës i kishin dhënë fjalën. Ju kujtonte Jusufi gabimin që kishin bërë. Edhe këtu Zoti thot një gjë të bukur. Thot
kur e humbën shpresën thot tek i madhi i Egjiptit që mund t'ja bënte ndrimin me një nga vëllezërit, khalasu nejia. Khalasu nejia është e humbën, u pezmatuan fare dhe e lanë dhe udhëtimin për çastin dhe u shkuan thot në një cep. Aty ku ishin, iku Jusufi e mori Benjaminin, i humbën shpresat. U ulën dhe s'po dinin o çfarë bënin. Varfëri po ushqim s'kishin, rrugë gjata po bënin, babaj do i priste atje si do t'i dilçin para. Fjalën ja kishin dhënë, ju kujtonte Jusufi, dhe desh Zoti funksionoi plani i Jusufit, këtu i madhi prej tyre ai që tha mos e vrisni, po hidheni në pus. Ai foli dhe ka majti fjalim, se Kurani prandaj është i mrekullueshëm, ka majti fjalim që e përshkruan Kurani plot emocion. Ngeli dhe ka thënë, thot ai i madhi prej tyre, pra vllai më i madh. A nuk e dini si do t'i shkojmë babait ta takojmë? Kur ne i kemi dhënë besën që do t'ja kthejmë Benjaminin. Si do t'i dalim babait përpara pa Benjaminin, kur në të vërtet neve ja humbëm atij dhe Jusufin. A e mbani mend o vëllezër, tha, se sa mëkatar të mëdhej ishim kundrejt Jusufit. Subhanallah. Për Zotin tha, unë nuk guxoj me i dal babait më përpara. Jam i penduar thellë dhe kështu do t'jeni dhe ju për mëkatet që s'po na ndahen të kaluarës. Na jam bashkangjitur mëkatet të kaluarës se nuk u penduam për Jusufin dhe po na vazhdojnë mbartja e mëkateve që kemi bërë atëherë dhe tani. Ktheuni tek babai dhe thuani ndodhi kjo ndodhi. Vllai i madh nuk vjen dot se nuk të del përpara. Dhe unë ja kam, domethënë pendu tamam dhe tha, dhe unë ja kam lënë çështjen time Zotit, dhe ai është më i miri i gjykatës. Po nuk ja la kur do t'ja lënte, po të paktën shiqyr Zotit ja la në këtë kohë që e pranoi. Shkoni thot ke babai dhe tregojeni realitetin dhe thuajini që ne këtë radhë jemi të sinqertë. Qofse s'na besona baba, hajde në atë vend që na ndodhi historia se dëshmojnë gjithë njerëzit. Po në karvan nuk ishin vetëm këto, kishte të tjerë që kishin marrë ushqim. Hajde pyeti dhe ato, pra ndryshe nga Jusufi, që vetëm e ka ngrënë ujku dhe çfarë, ku janë dëshmitarët, ku janë faktet. Këtë radhë ishin me të vërtetë sinqert, po Jakubi alayhis salam ishte në sprov, nuk e dinte dhe i tha po të njëjtën gjë. Shkojnë dhe tani çfarë ndodh për Jakubin alayhis salam. Se tani jemi fut, Zoti tregon dy anët. I humbi Jusufin. Dakor? Prehja i kishte ngel Benjamini, e humbi dhe Benjaminin. E humbi dhe djalin e madh, nga 10 ky ishte më i miri. Çka ka thënë? Fa sabrun xhamil. Mu më takon prap me bë sabër dhe durim. Po jo durim do si do, po durim të mirë. Edhe pastaj tha fjalën e madhe, unë shpresoj thot që Zoti do të më sjellë të gjithë. I thanë ato, po kush janë të gjithë? Tha Jusufi. Subhanallah. Po, Benjamini edhe Laui u ka pasqyrt ky djalë i madh. Do të mi bi Zoti thot të gjithë, sepse Zoti është i gjithdijshëm dhe i gjithmençur. Pastaj është i situatë prekse me Jakubin alayhis salam. Mbarti gjithë këtë sprov tani, pra priste që ato mos ndoshta po e gjejnë Jusufin ose të paktën të marrin ushqim më tepër me Benjaminin. Tani u mbart edhe Benjamini, që ishte një sprov shumë e madhe se kujtonte Jusufin, po edhe e donte shumë se e vladi vet, edhe djali i madh dhe thot Zoti përshkruan një rast prekës për Jakubin. Fatawalla anhum. Siç ishte duke i biseduar, mbaroi bisedën dhe u kthy. Dhe i rrishin lotët. Pa e sap. Thot, wa qala ya asafa ala Yusuf. Oh malli im dhe piklimi im për Jusufin tim. Sa vite mund kishin kaluar saktë shikoj. Po thojnë 30 deri në fund, shkon 30 deri në 40 vjet. Subhanallah. Ja asafa, do më shumë prekse, ja asafa ala Yusuf. Ah malli im dhe piklimi im për Jusufin tim. Dhe thot Zoti, febjaddat ajna, e goditi një lloj smundje që ja mori pothuajse 98% shikimin. Fehua kadim, por ai thot ishte i përmbajtur. Nuk i kaloi asnjëherë kufit, si tha profeti kur i vdiq Ibrahim i vogël, syt lotojnë, zemra dëshpërohet, ne themi vetëm atë që Zoti jon është i kënaqur. Subhanallah. Po, dhe u fut në, si më thon, shtëpi, atë dhomën ku rinte, dhe i rrishin lotët, ja asafa ala Yusuf, ja asafa ala Yusuf. Çështja ime dhe me malli që kam për Jusufin tim, edhe pikëllimin që kam për djalin tim, la ilaha illallah. Siç ishte kështu, e kishte humb tashmë dhe shikimin e goditi ajo,
edhe ishte duke ju drejtu vetëm Zotit gjithësisë për këtë breng që i kishte rënë, i flasin nga mbrapa. Gjebrail Emin. Thot ja nebi Allah, o pejgamberi i Allahut madhnushëm. Qa po ndodh me ty? E njoh nga e folur edhe i thot, ku je o engjëli i shpalljeve të Allahut? Gjebraili ka qenë spesifikisht për shpallit. I ka zbrit Musas Teuratin, e Isas Ungjillin, e Dautit Zeburin, e Muhammed Mustafas Kur'anin. Ku je, tha, o engjëli i shpalljeve? Tha, o pejgamberi i Zotit, je dëshpru. Po thot se tek Jusufi kam majt shpresat mëdhaja. Pra për Islamin e për atë që tham. Unë kam një pyetje, tha o Jakub. Tha, folo engjëli i shpalljeve të Allahut. Tha, kur e gëzoi Ibrahimi a.s. Ismailin, edhe u mendu kështu, se kuptohet ne i mësum, thot Jakubit, pra ishte dietar edhe dije pa fund, tha e gëzoi përfundimisht kur desh ta boj kurban. Çfarë do thot kjo, i tha Gjebrail Emini? Tha, kjo do të thot që në zemrën e personit s'mund të ketë dy, vetëm një, vetëm Allahu madhnushëm. E kuptoj mesazhin. Kupton ku ishte? Pra, kjo koha edhe Ibrahim a.s. se i tha there Ismailin. Sa dashur ke në zemër. Pra është Zoti, pastaj i vin tjerë. Pra i dhaj sinjal që nuk shkon më. Këtu është kufiri. Ja e se fa ala Jusuf, o bjaddat ajnahu, i iku, po thuj se shikimi, i tha, kur e gëzoi Ibrahimi Ismailin, tha, kur desh ta theri, tha, atëherë kuptoje. Tha, po e kuptova që në zemër duhet jetë vetëm i madhnushmi, gjithmonë e kam pas, tha, por kam majt shpresë ke Jusufi se po shpërnda Islamin, tha, ato i dini madhi Zot. Tha, inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. Tha, kur ta therësh atë, mas vështirësisë vjen lehtësimi, mas vështirësisë gjithmonë është lehtësimi. Edhe u mush me iman, me të falë Gjebrail Emini. Edhe kalun kohët, u qetësu, sepse ishte prap i mërzit me fëmijët e vet, se mendonte mos prap kanë bërë një hile ato. Pastaj i thirr fëmijët e vet, kur ishte koha për të marrë ushqimin, se i kishin shpejt, se s'kishte ushqim shumë. Edhe i fton, edhe i kaloi mërzitja. Edhe i tha vajzës vet, mi thirr pak djemtë e mi. Sa kishin mbetur tani? 9. Se i madhi ishte atje i 10, Benjamini kishte mbet atje, dhe e kristalizoi Gjebraili dhe ja dha sinjalin siç ai e besonte që Jusufi është gjallë. Ai gjithmonë kur i thoshin njerëzit e familjes se ti je në dashurinë e parë për Jusufin, ja ka kalu, ka ndru jetë, sa i do ishte boj gjallë, ai i thoshte unë di nga Zoti atë që nuk dini. Në këtë rast Gjebraili i dha sinjal të madh, tha, me të vërtetë mas vështirësisë vjen lehtësimi. E gjen dashurinë tënd kur regjistrohet në zemër dashuria vetëm për një, nuk ka zemra vend për 2 a për 10. Zoti i gjithësisë është Zoti i gjithësisë. Kështu e gëzoi Ibrahimi Ismailin. I thret fëmijët e vet dhe i thot: o bijtë mi, ka ardhur koha të shkoni përsëri në Egjipt. Kontrolloni mirë si mund të folte, parasysh çfarë pejgamberi si mund të folte fëmijëve, me atë mençurinë, me atë urtësinë, me atë moshën fisnike, me ato thinjat që i kishin ardhur në atë kohë. Thoshte, kërkoni në Egjipt. Thanë ato, cilin bab? Benjaminin, Lauin? Jo, tha, Jusufin. Allah. Edhe vllajën e tij. Edhe vllajën e madh. Dijeni diçka, tha, se i pa që ato kur i tha prap Jusufin sikur të shprun, tha, mos humni shpresën ke Zoti. Shpresën ke Zoti e humbin vetëm populli që s'beson. Ato që besojnë, gjithmonë e dinë që do të vijë ditë që do të lindi dielli. Dhe nisen, këtë radhë kishin një problem, që s'kishin më të holla. Dhe shku në për shtëpitë e veta duke i thonë bashkëshorteve, çfarë ka send me vlerë, deri këtu shkoj. Çfarë ka send me vlerë që mos na e pranon i pari i Egjiptit që të na japi ushqim. Se lekët kishin mbaruar. Dhe shkojnë, imagjino çfarë turpi, imagjino çfarë sikleti, imagjino ishin shpërnda vëllezrit tashmë,
Dhe shkojnë edhe I pranon prap Jusufi për t'i takuar. Thot Zoti falamma dakhalu alayhi. Qalu ya ayyuhal aziz. Sa hyn than o ti I madh I Egjiptit, o ti I madh. Aziz është s'ka si për ati. Qofse të kujtohet vëlla. Kur pa ecin pus, ai vuri ato duart e vogla me u mbajt se po e hidhshin. Dhe këto e godishin me durët, me çfarë të mundeshin, edhe qeshin dhe e fynin. Dhe kur ra Xhebraili tha mos mërsit, do vi koha që ato do të vinë për ulur, edhe zot njohin dhe kush je. Ti do I njohësh mirë ato. Tani ishin 9 vet, duke I thënë mesena wa ahlana durr. Kështu, dorën kështu, na ka kaplu neve dhe familjet tona s'ka mjetë e prume. Kemi marrë diçka sen me vlerë që ndoshta ty s'vle fare, po mund na e bësh sebeb të bësh sadaka për ne. Imagjino deri ku shkoj. Humën vllajën e madh, u turprun me babain, Benjamini iku, varfëri e madhe, kurse pejgamberi I madh Jusuf ku ishte? Sigur ato lloj historia. Po, Jusufi ku ishte? I pari I botës. Subhanallah. Se? I devotshëm, I mirë, I durueshëm. Gjithë I thoshin Muhsin, punë mirë, s'leta si punë mirë, anash vetë se e bonte. O I parë thojnë se s'kishin as lek më ta blenin. Nena ka kaplu, qofse të kujtohet ditë ku po flitnim I natë, thonim që zemra e pejgamberëve ishte më e bardhë se bora. Dhe ato ishin shumë të prekshëm. Jakubi I dërgon letër. Prap. Po, kur I foli fëmijëve çfarë do thonin, tha çoj letër. Dhe ato I luten, I thonë mos sadaka për ne. S'kemi gjë dhe I kemi pa vlerë. Dhe kemi dhe I letër nga baba. Merr letër. Nga Jakubi, robi dhe pejgamberi I Allahut. Neve na ka sprovu Zoti siç I ka sprovu gjithë pejgamberët e vet. Edhe I ka përmend Nuhun e profetët përpara. Ibrahimin gjyshin tim e ka sprovuar me Ismailin. Kurse mua më ka sprovuar me Jusufin. Jusufi po lexonte letër, I cili ishte esenca e shpirtit dhe e zemrës time. Allah. Por I madhi I Egjiptit, unë kisha edhe një fëmijë tjetër, Benjamini, I cili është, po çfarë bëri Jozjut? Kur I tha për Jusufin, tha më humbi djali në shkretir. Nuk tha, se nuk I bote dom. E ke parasysh ti thoshte që fëmijët që të kanë ardhur ty ma kanë humb? Ja. Nuk si tham, asnjëherë përmendet në sure si pejgamber, përmendet si bab. Super. Edhe nuk ja tha që vetëm tha Jusufin që e doja I shumë, më humbi në shkretir. Mos më nxjerr keqes fëmijët. Po, dhe unë jam shumë I pikëlluar për këtë. Jam në një moshë të thellë. Po përveç kësaj, tashmë më ka humbur dhe Benjamini që është në dorën tënde. Po të kërkoj në emrin e Zotit gjithësisë që Benjaminit më mundsosh të vi në krahët e mi, se kur e kam Benjaminin në krahët e mi, e kujtoj Jusufin birin tim të dashur. Çat lexote Jusufi. Në qoftë se ma plotson këtë dëshirë, unë robi I Allahut dhe pejgamberi I madh I tij, do lutem që Zoti të begatoj gjithë jetën, ju dhe familjen tuaj. Në qoftë se nuk ma plotson këtë gjë, të madhin Zot kam lënë se shumë më këtë dëshpëruar. Tu I shkruajt letër, ai I rrjedhin lotët. Dhe kësa arkoha tani, s'kishte kuptim më. Dhe Jusufi a.s. I rodhën lotët edhe ktheu I shikim kështu I mërzit. Se e ke parasysh gjithë skenari ishte që këto që I kam përpara këtu që nuk kanë ushqim më të ushqehen, këto e kanë bërë gjithë këtë rëmuj, këto më kanë dëshpëruar babën për kaq shumë kohë. Një fjalë kanë pas me I thonë, bab, nuk ka vdek Jusufi, e ka marrë karvani është gjahu. Mos ki merak. Kaq, e qetësonin dhe I thoshte, Zoti do t'i japi dritë atje ku është. Me vite e kishin shqetësu dhe nuk kishin pendu. Dhe si që ishin ato I pa kështu ato u trembën. E shifshin dhe duke qarës, nuk e kuptoni që po ndodh, po kur I pa, u trembën. Dhe për herë të parë, Jusufi a.s. I flet me gjuhën e nënës. Tha ju sot keni ardhur, po u çuditën sepse këtë radhë nuk I fliste më me përkthys. I fliste me gjuhën e tyre,
Tha, çfarë mendoni për ditët kur vllajin tuaj e morët për të arktuar, për të nderuar, për të lozur me të, dhe rrugës e goditët dhe e fyt, dhe e lat në errësirën e natës në pusin e thellë dhe e hollët. Çfarë mendoni, po me gjuhën e tyre, me gjuhën e vet, me gjuhën e nënës vet. Çfarë mendoni pastaj që u kthehet? U kthehet në shtëpinë e juaj dhe e mashtruat babain e juaj dhe e gënyet atë. Çfarë mendoni që e ndat babain nga i biri? Çfarë arritët që u ndan vëllezrit nga vllai? Çfarë arritët sot e kësaj dite që se keni mo as Benjaminin, po se keni mo as Lauin vllain e madh? Ja filloi t'ja përmendi gjërat. Dhe nuk përçasin, s'po e kuptonin, gjëja fundit që dojshin me mendu ishte që ky është Jusufi. Prandaj tha, po ju pyes, çfarë është mendimi juaj? Çfarë bëhet me vllain e Jusufit? Pastaj në atë çast hy Benjamini, po Benjamini nuk hy si rob, e kishte vesh Jusufi bukur si veten e tij. Dhe hyn si një njeri me peshë, me pozit. Edhe ul Jusufi alayhis salam krahun e vet, aty e kuptu. Allah. Ati e Jusufi. La ilaha illallah. Qala ana Yusufu wa hadha akhi. Unë jam Jusufi. Ky është vllai im. Kad manna Allahu alejna, ne shumë na ka begatu Zoti. Innahu man yattaqi wasbir. Kush është i devotshëm dhe duron, Zoti s'ia humb punën njerëzve të mirë. Allahu akbar. Tani tham që janë pendu. Qalu tallahi, direkt. Për Zotin i thanë, ty Zoti të ka ngritur shumë në krahasim me ne. Ne ishim mëkatarët dhe gabimtarët. Jusufi, si tham, kishte dëshirë vetëm që t'u pendojshin. Pa i kishte marrë malli vet atë për vëllezërit e vet. Thot fjalën e madhe që e ka dash shumë pejgamberi jon alayhis salam, kështu i ka thonë banorëve të Mekës kur e ka shliru, qala la tathiba alaykum al-yawm. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tha o vëllezër, ato tani ishin siklet, imagjino, ai ishte i pari, këto ishin mëkatarët. Tha, nuk shi sa bukur, i ka thënë. Si tham, ne na del Jusufi gjithmonë i pa imagjinueshëm. Gjithë kjo skenë, gjithë këto dëshprime, gjithë kjo bela për babain, gjithë këto që kaloi me burgun Jusufje me të gjitha, e kaloi me i fjalë. Tha, ato i tha, ne jemi mëkatarë, ty të ka ngret Zoti, s'ka qortim për ju sot. Zoti do t'ju fali juve, yaghfirullahu lakum, do t'ju fali Zoti juve, vetëm kthehuni tek ai. Ai është më mëshiruesi i mëshiruesve. Pastaj i ka përqafu, janë shmall, dhe i ka thonë ato që babai nuk është mirë. Tha, si është situata me babain ton? Tha, babai jon ju kanë zbardh syt dhe nuk po shikon. E merr një këmish që e runte me merak, e di çka këmishe ishte? Këmisha që e ka pas vesh Ibrahimi alayhis salam. Kur ka qenë çastin e vdekjes, ja ka dhuru Ishakut alayhis salam, çunit vet. Ishaku kur ka qenë duke vdekur, ja ka dhuru Jakubit alayhis salam. Jakubi alayhis salam ja kishte bërë risk Jusufit alayhis salam. Këmisha që në kohën e Ibrahimit. Kisha që cilën në hodhën pusë. Këmisha është me këtë origjinë, detaje tjera nuk ka. I ka thonë, idhhabu bi qamisi hadha. Merreni, i ka thonë, vëllezër, merrni këtë këmishën dhe kur të harrisni ke babai, vetëm hudheni në fytyrë se i vjen shikimi. Dhe hajdeni të gjithë bashkë. Imagjino, ky person deli jashtë parashikimeve. A di çka kishte bërë? Nga që e dite si do përfundoj nga mençuria, si ka thënë Zoti për pejgamberët, janë ulul eidi ol absar, njerëzit e fesë madhe dhe vizionit madh. Ja kishte blet tokën, kishte fol me mretin, dhe i kishte thonë, unë mendoj që rezultati me familjen time, me vëllezërit, me babën, me fisin, me gjithë njerëzit e afërt, do shkoj drejt pendimit këto dhe më ka marrë malli për babën, a më lejon ta blej tokë të madhe ta kem vetëm për ato. Deri këtu kishte shku. Dhe imagjino çfarë surprizash, s'ka qortim për ju sot, ju fal Zoti, ju vajesh me mëshiruesi mëshiruesve. Çojeni këtë babës se ju e bët që tu verbonte, po s'ka problem se do ndodhi mrekullia, vetëm hidhjeni këtu këmishën dhe do t'i vi shikimi dhe për ju është garantuar toka, vendbanimi, merreni të gjithë atje në fshat ku jeni edhe në hall të madh, hajdeni se do jetoni këtu si mbretër. Dhe thot Zoti i gjithësisë, "Walamma fasalat al-'ir", kur karvani filloi të niset, njëri ai vllai i madh, Lawi,
erdhi dhe tha, qofse dikush të t'ja çaj këmishën, do t'ja dërgoj sa më shpejt, atë nisem unë. Pra jo me deve, po me kuaj. Dhe ja dha Jusufi a.s. dhe ai niset. Niset me arrit më shpejt. Për ta gëzu babën. Tani, me shikon çfarë pendimi, për ta gëzu më shpejt, për t'i kërku falje më shpejt. Ishin pendu ke i madhi Zot dhe thot, në kohën që niset karvani, sa doli nga ato 4 dyert që kemi folë të Egjiptit, nuk e ke i den se ç'a ndodh. Doli dhe vetëm kur shohin ato bashortet e fëmijëve, niprat, mbesët, që Jakubi a.s. ishte vesh bukur, kishte dalë në borë, edhe ishte tjetër njeri. I thonë, baba, ç'a ka ndodhë? Si është situata? Ai i çudit. Qale inni ajidu riha Yusuf. Tha unë, po e ndjej erën e birit tim. La ilaha illallah. Zoti e thot kë. Inni la ajidu riha Yusuf. Unë ndjej erën e birit. Ato e dinin të vdekur plotësisht. Unë ndjej erën e birit tim Jusufit. Ju thot, mos e teproni me fjalët e juaja, sa ato i thëshin ti dashurinë e mëparshme. Dhe ato i afruan, gjasme duke e këshillu. O, baba, nuk mundet dot, sepse Jusufi ka 40 vjet, shumë vite që është larguar me radhë. Tha, unë di nga Zoti atë që ju nuk e dini. Dhe ky që ishte nisë më përpara, Jakubi a.s. me niprit dhe me mbesat duke i shpjeguar atyre për Zotin e gjithësisë. Pra tham që ke fëmijët e kishte humb pak shpresën, pa edukonte tani sa asnjëherë s'humbën shpresën. Edukonte niprit dhe mbesat. Vetëm kur dëgjojnë nga larg lauin, midis kodrave atje. Baba ka përgëzime, dhe çohet giganti i madh i pejgamberllëkut. Jakubi a.s. që e kishte ndier erën e birit ti ditë përpara. Sa kishin dalë, sa u nis tot karvani, ai tha unë ndjej erën e birit tim. Kur e dëgjoi lauin duke thënë që baba kemi përgëzime baba, dhe o shëtinte zëri. Dhe u ngret si gjigant, dolën gratë atyre, dolën vajzat e Jakubit a.s. u bën shumë njerëz aty, dhe ai vjen zbret, merr këmishën dhe ja afron. Baba thot, nuk di çfarë them më përpara. Tha, fol birë, çfarë ka ndodhur? Tha, baba, thot, mësuj birë, këto se bezonin. Tha, Jusufi është gjallë. Allah. La ilaha illallah. Allah. Tha Jakubi a.s. pejgamberi i madh, këtu është kuptojmë si janë pejgamberët. Tha, si e gjete birin tim? Tha, bab, mos më thuj kështu se ato e dajshin i shik dynjan. Tha, mos më thuj bab, se Jusufi është i madhi i Egjiptit. Tha, nuk të pyeta për këtë. Tha, po për çfarë më pyete bab? Si e gjete në besim? Tha, njeriu më të mirë, më të devotshëm. Tani më ke kënaqë që e ke gjetë Jusufin. Shikoje konceptin. Allah. Se kështë problemi pari botës apo i fundit, si je me të madhin Zot. Tha, si ishte e biri im? Tha, i pari botës papa. Tha, jo për këtë të pyeta. Që i lidhja me sundusin suprem. Tha, po për çfarë më pyet baba? Për besimin dhe imanin, lidhjen me krijuesin e gjithësisë. Këtë e kishte shumë të fortë, njeri më të mirë dhe njeri më të devotshëm, s'kan sipërfaqe tokës, dhe në fakt ishte pejgamber. Tha, për këtë të pyeta, dhe tani u kënaqja për birin tim. E vuni këmishën në sytë e tij dhe i vjen shikimi. Tha, baba, Jusufi kërkon diçka që ti i pari, pastaj gjithë ne, me bashortët tona, me fëmijët tonë dhe me gjithë njerëzit, shkojmë se Jusufi ka përgatitur për ne vendet begata. Që ne të rrim atje të jemi afër vllait ton, ti afër birit tën, dhe të na bashkojë Zoti të gjithëve. Dhe tregohet që niset Jakubi a.s. dhe ndërkohë pritën sa erdhën lëvdezërit e tjerë, dhe ato pak me turp sa u takun me babën e përqafun, dhe i thanë, o baba, kemi bërë shumë gabime, kërko falje për ne. Tha, ju bijtë mi do kërkoni falje Zotit dhe do pendoni, dhe ne i themi në këtë Ramazan të begat, vëllezër motra të nderuara, duhet me ju pendu Zotit gjithë. Tha, duhet gjithë ne, unë që po flas, edhe ju, dhe gjithë me ju pendu Zotit dalim pa gjinafe në këtë Ramazan, s'ka gjë më të begat. Tha, bijtë mi, ju do i kërkoni Zotit falje, dhe unë saufa astaghfiru lakum, unë do t'i kërkoj falje për ju, për jo tani. Do i kërkote falje për namaz natë, që është koha më e mirë për t'u pranuar lutjet. Dhe niset Jakubi a.s. dhe takohet me Jusufin.
përqafohen gjithë, i bashkoi Zoti mbas provave në një familje të tërë, të gjithë ishin në rregull, nga shëndeti, nga mirësia, nga besimi mbi të gjitha e me radhë. Pastaj bëri një gosti madhe, po kur them gosti të madhe, i pari botës bën gosti. Dhe njerëzit më të nderuar të kësaj gostie ishin 13 vet. Dielli, Hana dhe 11 yjet. Yjet aty u plotësua ëndra. Dhe shkojnë, siç ishte në front kur ka hyrë baba vet, Jakubi alayhis salam, bashkë me bashortën, dhe 11 vëllezrit, Benjamini dhe 10, gjithë në kam, me ju respektu. Njerëzit afër të parit botës. Edhe thot, babarin dhe nanën i mori afër fronit vet. Dhe ato shkëputën pak, vëllezrit ishin aty dhe i bon sejdë për respekt. Sejdë për respekt, siç i kanë bërë engjëjt Ademit, jo për adhurim, për adhurim i bëhet vetëm Zotit. Sot nuk lejohet i bërë sejdë askujt përveç të Madhit Zot. Është fuqizuar ajo që ka pas ndodhur më përpara. Sa ran sejdë dhe u ngretët, Jusufit i erdhi shumë turpe, mori babën për e uli dhe tha, o babë, pra si me thonë e lejova këte vetëm për të vërtetuar ëndra. Tani erdhi koha që Zoti e bëri realitet. Dielli, Hana dhe 11 vëllezërit ishin 11 yjet, edhe dielli dhe Hana Jakubi alayhis salam, bashorti i tij, edhe 11 vëllezërit e Jusufit alayhis salam. Tha Zoti e bëri realitet ëndrën që e kisha parë kur isha i vogël. Jusufi alayhis salam është aq lart ka qenë sa tregohet në Kur'an masi mbaroi kjo. Po bëjmë bisedë bash pak më shtuar. Jo, para se të bëjmë një bisedë, do thonë ti lutesha gjithë vëllezërve dhe motrave që t'i bëni një shpërndarje. Nuk desha me ndërprer përpara, as nuk desha me fut si publicitet. Jo, nuk desha me fut as si publicitet, as për marketing, po sinqerisht ashtu siç po kënaqet çdo zemër që po e dëgjon, ti bëj share që ta dëgjojnë të tjerë. Dhe ky është pasha Zotin, ky është qëllimi i vetëm, që ta shohin sa më shumë njerëz. Pse? Po s'ke qëllim tjetër se ti s'dukesh fare. Jo, alhamdulillah Zotit, po e di kush është qëllimi. Gjatë kohës që po tregoj historinë, më ngeli mendje diçka. Thojsha Zoti e sjell sprovën me të njëjtën gjë që ti e ke gatuar më përpara. Po. Dhe në rast se nuk do kishte qenë kaq e fortë sprova për vëllezërit e Jusufit, nuk do t'ja kishte shkund zemrat atyre që ato të pendoheshin. Shumë saktë. Dhe Allahu është aq i mirë në çdo lloj drejtimi që dhe kur na e sjell sprovën, dihet që përfundimin e kërkon të mirë për ne. Kemi dhe dy gjëra. Patjetër, unë vetëm shpërndarje i kërkova që gjithsecili të ketë mundësi. Për shembull, ja po të pyes ty je po të marrë menim, besoj edhe shikuesit. Nëse arrije këtë pushtet, edhe arrije këtë grad, edhe tani u bashkohet me familjen, çfarë do kërkoje më? Stabilitet. Kurse Jusufi skuptohet sa lart ka qenë. E di çka ka bërë? Bën një lutje. Pasi mbaron gostia, shkon duke u fal. Rabbi qad ataytani min al-mulk. O Zot, ti që më dhe pushtet. Pra njerëzit e mirë thonë Zot ti më dhe pushtetin. Pra më krijove gjitha rrethana, ti më lindë, ti më krijove, kam mbaruar që kur të ka krijuar ai, sikur as i support mos më thon, mo të ka kriju. Ti më mësove ëndrat që më bëre se be për të ecë në jetë. Fatiri semawati wal ard. Fatir nuk është khaliq. Ka i emër Zoti quhet al-Khaliq, krijues. Fatir nuk është krijues. Fatir është shpikës. Fatir e semawati, shpiksi i qejve dhe i tokës. Ku ndryshimi Khaliq dhe Fatir? Kur thu Khaliq që ka kriju, mund të ketë pa diçka të një llojit dhe e krijon. Fatir do thot shpikës. Zoti ka kriju gjëra që nuk janë pa askund. Ai shpik gjërat vet. Dhe Ibrahimi alayhis salam, po edhe Jusufi këtu përdor Fatiri semawati, shpiksi i qejve dhe i tokës. Ente waliyyi fi dunya wal akhirah. Ti ke qenë çdo hapëtitës time mbrojtësi im, ti do të jesh mbrojtësi im dhe në botën tjetër. Tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Tani vetëm i dëshirë kam tjerat për mua janë pa vlera. Pash madhështinë tënde më bot vdes musliman. Kjo ishte dëshira Jusufit. No. Domthonë, e kishte mbyll çdo gjë, misioni mbaroi, ëndra u realizu, tani kishte një qëllim shumë më sa nder i madh është ti je musliman dhe të vdesësh me fjalën la ilaha illallah si musliman. Tha tawaffani musliman, më bë të vdes musliman, dhe në botën tjetër më bashko me njerëzit e mirë.
Pra Jusufi me këto grada që kishte, kërkoi që o Zot merr sa më shpejt se du më ka marr malli për ty si pejgamberi jon. Po vëllezrit. Sa për ne thash ka edhe dy gjëra për ta plotësuar ciklin. Çfarë ndodhi me këto? Baba Jakubi alayhis salam i kishte me merak shumë. Gjithë strategjia e Jakubit dhe e Jusufit alayhim salam ku ishte? Bijt me vdek musliman, është kështu. Tani ikim nga sura Jusuf pak fare, ikim pak. Shkojmë ke sura Bekare, sura 2 të Kuranit që shpjegon shumë gjëra për popujt e mëparshëm. Am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut. Ai ishte dëshmitar kur Jakub, shifet, çfarë jetë është mëdha. Ai ishte dëshmitar, i thot pejgamberit ton, i thot njerëzve që e besojnë Kur'anin, që për atë që i tregon Zoti aty sikur pa e shohin me sy. Ai ishte dëshmitar, na thot dhe neve. Ai ishte dëshmitar kur po vdiste Jakubi alayhis salam. Pra po e pati thon Zoti sikur ke qenë aty. Kjo është ideja. I gjithë Kurani, çfarë lexon këtu, sikur ke pa me sy se e thot Zoti gjithësisë vet. Em kuntum shuhada. Ai ishte ju dëshmitar. Jo si ishim ne. A është kështu? Ku? As ti asun. Po jo pra, se kur është thon kët Kur'an sikur ke qenë aty, se po ta tregos Zoti gjithësisë. Dhe realisht kur e lexojmë kështu e ndjejmë. Edhe ashtu është. Kështu e ndjejmë. Em kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut. Ai ishte dëshmitar kur Jakubit ju prezantua vdekja. I erdhi vdekja. Jakubi alayhis salam ka pas njoftë engjëllin e vdekjes. Dhe një ditë duke qëndruar me të, engjëlli që merr shpirtrat, i tha që me që jemi të afërt, më lajmëro para kur do vdes më qoftë se informohesh. I tha i do t'i tregoj 2-3 shenja patjetër. Dhe i vjen këtu për t'i marrë shpirtin. Dhe Jakubi alayhis salam e pyet, ke ardhur me sjell shenjat apo ke ardhur që të marrë shpirtin? I thotë engjëlli i vdekjes, shenjat ti kam sjell, do t'i kishe kuptuar. Tha kush ishin shenjat? Tha shenjat ishin që mbas fuqisë vjen një moshë që lodhesh. Mbas lëkurës së re, ajo fillon të rrudhet, dhe mbas flokëve të zeza fillojnë thinjat. Ti kisha sjell 3 sinjale. Ka qenë mjaftueshëm për t'i kuptuar. Çdo njeri u na vin të lloj shenjash. Çdo njeri do t'i shohë këto lloj shenjash. Dhe thot Zoti tani, em kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut. Ai ishte dëshmitar kur Jakubit po i vinte vdekja. Pra e ndjeu që do ikë ke i madhi Zot. Ku çfarë miraku i ka thirr fëmit. Jo Jusufin. 10 që kishin probleme. Dhe një pyetje, se ka dhënë shpirtin. Shive, sot njëri që me shku ke doktori, Zot na fal gjithëve, dhe me të thonë doktori ke smundjet pashërueshme. Gjoja parë Zoti flasë asnjënit më. Po. Gjithë bota të rrotullohet. Ço shok. Edhe mbaron. Jakubi e dinte që do vdesi. Ku e kishte merakun? Mori fëmijë. Ai ishte dëshmitar kur Jakubit i erdhi vdekja dhe i tha bijve të tij: "Ma ta'buduna min ba'di." Cilin do ta adhuroni mbas ju po vdes. Dhe Zoti këtu tregon që këto ishin penduar sinqerisht. Këto i thanë, na'budu ilahek. Bab, do të adhurojmë Zotin tënd. Dhe Zotin e prindërve tuaj të mëparshëm, Ibrahimit, Ismailit, Ishakut. Wa abaikel Ibrahime, wa Ismaile, wa Ishak. Ilahan wahida, një Zot vetëm, kur s'bën dy. Wa nahnu lehu muslimun. Dhe ne dëshmon ti për ne që ne jemi musliman. Pra, nga Ademi alayhis salam derisa ai që do vdesi në fundin e botës besimtar musliman, gjithë janë quajtur musliman. Çfarë do thotë musliman? Ne jemi muhamedan. Kjo do shpjegoj motrave, ne jemi muhamedan. Në emrin s'na ka vonë për emrit pejgamberit. As pejgamberi vetë s'ka shanse. Gjithë ne quhemi musliman se Zoti i gjithësisë na ka quajtur kështu. Musliman do thotë i bindur totalisht me dëshirë ndaj Zotit të gjithësisë që ka krijuar. Kjo është kuptimi i musliman. Po pse Isa Jezusi s'ka qenë kështu? Si është bind përpikmërisht madhit Zot? Po pse Dauti nuk është kështu? Sulejmani nuk është kështu? Musai nuk është kështu? Haruni nuk është kështu? Zekeria nuk është kështu? Jahja nuk është kështu? Po pse Ibrahimi alayhis salam si ishte kështu? Ishaku si ishte kështu? Jakubi si ishte kështu? Jusufi si ishte kështu? Ajubi si ishte kështu? Ismaili, Muhamedi alayhis salam, Nuhu, të gjithë kanë qenë musliman. Dhe ne kemi nder që jemi musliman.
Ja ju alladhina amanu taqullaha. O ju që keni besuar, friksojeni Zotit dhe mos disni ndryshe, vetë se duke qenë musliman. Dhe shqyr Zotit ky ajet shpjegon që ato ishin pendu dhe deri në fund të jetës kanë vdek duke adhuruar Zotin një dhe një vetëm, pa ortak edhe pa shok. Allahu Kështu ka qenë. Ja shqyr Zotit I pranoi Madhi Zot. Alhamdulillah dhe shqyr Zotit dhe ne arritëm edhe ne na bëf Zoti. Amin dhe ne arritëm ta mbyllim këtë historinë e Jusufit. E nisëm për 3 pjesë, u deshën 4 edhe mirë po. Në pika inshallah Zoti na e ka pranuar. Në pikat përgjithshme, atë që po shikoja si gjatë gjithë kohës, shiko, të bësh podcast me ty është gjëja më e vështirë. Hajër me shumë. Jo, tani ti themi gjonat kështu si janë, realisht. Bësh podcast me ty është gjë shumë e vështirë sepse nuk ke shanse nga rrjedhshmëria dhe si vjen historia, nuk ke shanse të ndërhysh. Dhe realisht nuk ke pse ndërhyn sepse ai ka një rrjedhshmëri të bukur me këto gjëja. Mirë, po gjatë gjithë kohës që po tregoja, po mendoja që historia e Jusufit në Ramazan vlen shumë. Patjetër. Sepse shumica prej nesh nuk e kanë bërë atë që bën vëllezërit e Jusufit. Pra gjunafe tona mund të jenë më të vogla se sa ajo. Por sa vlerë pas ka pendimi. Sa vlerë pas ka njerëzit e mirë që tregojnë që ta vjen gjithë kohën në pas, siç ishte Jusufi, siç ishte babai, siç ishte Benjamini, që gjithë kohës u bën as nuk morën një herë hak. As nuk I shtyn këto që t'ja lenin shejtanit që t'i merrte në po gjithkohën u sollën mirë ndaj tyre dhe nuk e di në rast për shkak se do I ndodhte dikujt tjetri të arrije domethënë në atë zemërgjërsia aq të madhe, sa që të mendohesh për atë që të bëri keq, thu, mos t'iki ky në xhenem, po të vinë në xhenet dhe mos t'ja lej shejtanit këtë. Gradë e madhe. Shumë e madhe. Dhe unë gjatë gjithë kohës të më mendohesha, ku po thoje për këtë besimtarët në Ramazan, po thoje o vlla e motër, mos e nënvlerëso, kape momentin, kape çastin, bëj dua se ky është muaj I madhnushëm, edhe ke shance që të tani duhet ta themi valla, duke u bazuar kjo që thej që kush sillet mirë me atë që I sillet keq, e ka të sigurt xhenetin. Do thush ku e bazon? Po e bazojnë Kur'an. Ka thënë la yastawi al-hasanatu wala sayyi'a. Nuk janë të barabartë e mira dhe e keqja. Idfa billati hiya ahsan. Sillu në mënyrën më të mirë me atë që të ka bërë keq. Do ta gjesh mbas një farë kohe, atë që e kish armik dhe të bënte keq, do të bëhet miku afërt dhe person që do të shoqërojë gjithmonë. Wa man yulqaha illa alladhina sabaru. Këto grada thot nuk I arrin vetë ato që ishin durueshëm dhe këto grada nuk I arrin vetë ato që kanë fat madh, pra që do hyjnë në xhenet. Alhamdulillah. Po është gradë që është gradë, ka dhe I gjë tjetër, që t'i japim hakun që mos t'i kthejmë vëllezërit dhe motrat në naiv. Në qoftë se nuk shpreson, qoftë se tjetri ka bërë rrugë, qoftë se tjetri po të dëmton më shumë se ç'duhet, duhet të marr masë. E ke thonë ti, kemi foli herën kush e ka ndjek podcastet e ekuilibrit që ka pas as mëshirë që të kthehet në budallallik në raport me tjetrin. Është ekuilibër gjallë, duke e kthyr me të mirë, po dhe duke u ruajtur se ka njerëz që vetëm të bëjnë keq. Edhe janë si puna gjarprit që sa herë që janë mundësinë duan të shpickojnë. E rëndësishme është që me mbështetjen ke Zoti, edhe me dëshirën për të bërë mirë dhe me ja kthy me të mirë, ka shumë njerëz që do reflektojnë, por ka edhe njerëz që nuk reflektojnë, si ka pas pejgamberë dhe armiq që asnjëherë janë pendu dhe kanë vdekur si njerëz jo besimtar dhe njerëz të këqij. Por gradë më të madhe se sa të keqen ta kthesh me të mirë, këtë e ka bekuar I madhi. Vallahi alhamdulillah, dhe historia e ka bë shumë mirë. Historia e Jusufit është një histori më të bukur për shumë arsye. Nuk mund të marrësh dot lapz dhe letër në çdo çast që mund nxjerrësh vetëm dobi. Vetëm urtësi. Dobi në marrëdhëniet shoqërore që ke sot. I ke të pranishme të gjitha vëllezërit e Jusufit, Jusufin, Allahun, kudo. Edhe do t'i kisha lutur. Për kufizimi, a dikush është? Fal edhe 1 minutë. Jo, s'ka problem, desha mi kërku vetëm shpërndajeni se Zoti është problem. Edhe në Facebook edhe në Instagram brenda mundësisë. 150 share deri tani, Zoti është problem, përfitojnë dhe të tjerë dhe vetëm ky është qëllimi që të ketë sa më shumë. Sulejmani ishte perla e shkencës. Kurse Jusufi është perla e marrëdhënieve shoqërore. Po. Tani, do të themi gjë dhe ndoshta ne të dy do kemi vdek, po mund të ketë të ri që mund ta mbajnë mend.
nuk ka gjë më të bukur, nuk ka gjë më madhështore që të ndodhi kur kinematografi, Hollywood apo çdo gjë të bëj filmin e Jusufit. Ne ndoshta nuk do të arrim, sepse është koha që po blen klube futbolli herë, kupton, s'kan lek për Jusufin. As kanë lek as për Sulejmanin me bo filma. Le të bleni herë, se derisa të ndërgjegjësohen. Muslimanët që kanë lek janë të blek klube futbolli. Po. Ose të bëj gjona. Se ti kishin hudhur për shkencë, do i boja dua këtu për shembull për dije, për t'i dhënë njerëzimit sa më shumë shkencë, sa më shumë mjeksi, sa më shumë astronomi, sa më shumë zbulime të universit. Por kur të vi koha që do jenë musliman ndërgjegjshëm, besoj se me të shoh ne dy ndoshta s'do jemi. Ose do na bëj neve të pasur Zoti, ta bëjmë ne. Dy rruga, tret vetëm Zoti e di. Kur të vi koha që të bëhet Jusufi, po me nivel Hollywoodi, po them, jo filma që domethënë, ajo është ta bëjnë dhe amatorët, domethënë ne në podcast del bukur, imagjino për çfarë historie po flasim. Po kur të bëhet ajo film, historia e Jusufit me serial, bota do marrnitet. Dhe bota do të marrë mësim për 100, për 200, për 300 vjet sa herë t'i kthehet filmit Jusufit. Alayhis salam. E kam bindje. Subhanallah. Është i film prandaj. Jo, ti e ke. Po ai është i filmi i viteve 70. Shikon, neve. Edhe prapë ndikon. Jo, shikon ne nxjerrim si sekret, ti e ke bindje dhe ëndër për atë punë, po. Ti e ke dhe dëshirë. Po. Me i pas lekat vet. Për Zotin e vot. Dy gjona i shpenzoi pafund. Shkencë një. Ti e di çfarë ëndër kam unë për të skulu. Edhe që e kam ëndër, po Zoti do më hapi me jetë se realizoj dot. Shkencë një, inshallah, po tani a tham që i shohim gjërat, se tani mos bëjmë se ato që ngrem kokën dhe vjen i thes me lek, nuk s'kishte probabilitet ajo. Tani një shkenca dhe e dyta filmat, të cilat ndikojnë për të shkuar zemrat dhe mendjet e njerëzve në formën më të bukur dhe më të thjeshtë. Këto dyja do investoja fuqimisht. Shkenca e para, se ka të bëjë me jetën e njeriu, ka të bëjë me argumentet e krijuesit gjithësisë, dhe e dyta kinematografia është një element shumë i rëndësishëm dhe ta kthesh Jusufin alayhis salam, ta bësh një film me nivele të larta, i mjafton botës për të marrë mësime për shoqërinë për 100 deri në 200 vjet. Deri në kiamet. Kështu që inshallah Zoti na e ka pranuar. Me që ka me çiki karikum po bëj dhe i dua. Vallai, unë të shoh shumë sy. Jo, unë të shoh shumë sy dhe them, inshallah është mirë për duasa. Para se të jetë kjo duaja, vëllezër e motra dhe një herë po ju them, shpërndajeni sa më shumë, edhe inshallah të kenë gjithë mundësi ta dëgjojnë historinë e Jusufit. Elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala afdali anbiya'i wal mursalin. E falenderojmë pafund krijuesin ton të dashur, i qofshim atij fal, dhe përshëndetjet janë mbi pejgamberin e Zotit Muhammedin alayhis salam. I madhi Zot, ky Ramazan filloi dhe po kalon shumë shpejt. Por ne jemi të sigurt që çdo sekond, çdo minutë, çdo orë, çdo vepër e mirë ngrihet ke madhështia jote. Lutemi o Zot, na i pranon ato. I madhi Zot, kemi shans që u futëm në Ramazan, ishim gjallë dhe jemi sot e kësaj dite duke jetuar. Lutemi i madhi Zot, në këtë Ramazan të begat na i falësh gjitha gjinafet e jetës tonë. O i madhi Zot, na fal neve, familjet tona dhe gjithë umetin e pejgamberit Muhammed alayhis salam. O Zot, lartësoj, begatoj, nderoj, fisnikëroj baballarët edhe nënat tona. I madhi Zot, ato të cilët janë larguar nga kjo botë, qofshin i madhi Zot në mëshirën tënde të pakufishme. Amin. O Zoti i gjithësisë, ndriçoje atyre shpirtin. I madhi Zot, nëse janë në kënaqësi, shtoja kënaqësinë, nëse janë në dënim, largoja dënimin e ktheja në kënaqësi, ja Rabbel Alamin. I madhi Zot, begatoj, arsimoj, nderoj, lartësoj të rinjtë dhe të rejat tona. I madhi Zot, afroj ato në botën e dijes, largoj ato nga ignoranca. Afroj ato në botën e dritës, largoj ato nga errësirat. Afroj ato i madhi Zot në botën e moralit, ta shijojnë, largoj ato nga bota e veseve. Të lutemi i madhi Zot, të rinj dhe të rejat, fëmijët tanë, t'i ruash ato, t'i begatosh, t'i lartësosh, t'i japësh mendim të kthjellët, t'i japësh zemër të pastër, t'i japësh shpirt që buron mirësi, e t'i japësh atyre fizik të fuqishëm. Çdo gjë i madhi Zot është në dorën tënde, ti i thu diçka bëju dhe ajo bëhet,
dhe ne prandaj të lutemi ty një dhe një vetëm, o sumdues i madh i gjithësisë. I madh i Zot, fuqi ploti, i gjithëmëshirshmi, mëkatëfalësi, i drejti, i lartësuari, i dhëmshuri, i dashuri me krijesat e veta. Ja Arhamur Rahimin, o më mëshiruesi mëshiruesve, të lutemi të na bësh prej atyre që do t'japim shpirt duke thënë la ilaha illa Allah, dhe në ato çaste që japim shpirt, ti t'jesh i kënaq me ne o Zot dhe jo i hidhur. I madhi Zot na mundso të dalim me fytyra të bardha ditën e gjykimit, të takohemi me pejgamberët, me të sinqertët, me punë mirët, me të ndershmit dhe bashkë me to i madhi Zot të bëhemi nga banorët e xhennetit duke hyrë së bashku. I madhi Zot na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit dhe larg atyre kriminalëve që do të hyjnë aty. I madhi Zot na mundson xhenet nëse na bën prej tyre, ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i bukuri, ti je më i larti, ti je më i madhi, ti je më fisniku të qofshim fal. I madhi Zot kush është i smur shëroje sa më shpejt, dhe ai që është me shëndet ruaj atë, se çdo gjë është dorën tënde. Na shtoj madhi Zot, dhe kjo është duaja më e rëndësishme, na shtoj madhi Zot dashurinë pafund zemrën tonë për ty. I madhi Zot, ti e din që kur të themi na mundso që të duam sa më shumë na vjen natyrshëm. Po pasha madhështinë tënde, kur duam të themi na dujti neve, me zor na e thot gjua, se për çfarë mundet një krijues kaq i madh sa ty të na doj neve. Për Zotin e themi, o Zot, na mundso që na futet në esencën e zemrës tonë dashuria për ty, se ti je krijuesi jon, ti je i madhnushmi, ti je i larti, ti na dhe çdo gjë. Ti na ke dhënë mundësinë tani që të lutemi, të flasim, të kuptohemi, të dëgjojmë, të punojmë me miliarda neurone për të kuptuar këtë fjalë. Po si mund të themi Zot, na duaj ti neve, se ti je kaq i madhnushëm, ti je Zoti, dhe ne jemi njerëzit. Ti je krijuesi, dhe ne jemi krijesat. Çfarë mund të kemi bërë ne që të na duash ti o Zot? Prandaj po të lutemi që ne të duam sa më shumë, e për dashurinë tënde për ne është në dorën tënde i madhi Zot, e të lutemi na i pranosh këtë lutje. Amin. 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 Allah të shpërbleft, Allah e lehtësoft kudo i muslimanëve, Zoti na ruaj. Selamu alejkum, shifemi në podcastin e radhës.